momentin që e vesh uniformën, dashurohesh në mision të cilin e ka uniforma. Mos dash mi pyetje stereotipet që edhe femnat mundën me qenë pozita udhëhece. Të je përgjegjës për 200.000 banor. Njëherë polic, gjithmonë polic. Çka ke bërë sot ti për vendin tënd? Kjo ka qenë moto që ka qenë shtys përpara. Spaku se cila vajzë disa javë ti ket në fushën e sektorit sigurisë. Aq shumë të shpërfaq do të karakterin luftarak që e ki. E shes sa fuqi ka një grua që të ballafaqohet me çfarë do lloj situate. Përshëndetje, mirë se vini në episodin e 2 të podcastit të Institutit Jahjaga për gratë, paqen dhe sigurinë. Për në këtë episod kemi menduar që të fokusohemi në një sektor të tradicionalisht të perceptuar si sektori burrave, pra sektori sigurisë, dhe cili është roli i grave në sektorin e sigurisë, cilat janë sfidat e grave në sektorin e sigurisë dhe si arrin gratë të bëjnë më të mirën që të arrin në pozita vendimarrëse në këtë sektor. Për të biseduar në këtë episod, në studio i kam kolonelen Afrodita Mikulovci. Kolonele, mirë si ke ardhur. Edhe majoren Lulieta Limani. Majore, mirë si ke ardhur. Mirë si u gjej. Fillimisht kisha pas qef me ditë si ka qenë rruga juaj si jeni përcaktuar për sektorin e sigurisë. Cila ka qenë rruga juaj deri te të bërit policia ose më mirë me thonë koloneli. Faleminderit për ftesën. Po jam kolonela Afrodita Mikulovci, jam drejtori ish rajonale e policisë në Mitrovica Jug, drejtoria rajonale e policisë Jug. Ta themi drejtën, rruga nuk ka qenë e lehtë deri ku kemi rritë deri te kolonel, por për t'ju qasur sektorit sigurisë, unë personalisht jam nga ato ndoshta të rrallat, të cilat nuk është se ku mendu ndonjëherë që ti bashkangjitem sektorit sigurisë apo policisë fare. Absolut as nuk e kum pas në ide, shumë spontanisht kum përfundu, realisht kum apliku, po jo ndoshta me aq shumë elan, me aq shumë vullnet, me aq shumë dëshirë. Gjithmonë e potencoj, kam qenë me një shoqe klase, banke, cila e ka pas babin polis në të kaluarën, dhe ajo gjithmonë e ka ndru, e ka dëshiru, pastaj jemi të pjesës veriore realisht Mitrovicës, jemi taku në urë kryesore dhe më ka thonë ata marrë një aplikacion. Unë isha me babin edhe me axhën, edhe i kum thonë jo, babi më ka ndëgju edhe më tha, çka tha, Floria, thash, kur gjë, tha me apliku për polici? Thash, po. Tha edhe pse i tha jo, thash se unë nuk kam ide për policinë, absolut, nuk kisha dikon familje që i ka të bëj me fushën e sektorit sigurisë. Pastaj ditën e fundit në polici, ditën e fundit konkursit, kom apliku dhe jom përgjithë në gjeneratën e parë. Pastaj normal kam vazhdu me teste, ato verifikime të kaluarës e gjitha dhe kom fillu në 6 shtator 1999. Kur ke vesh uniformën për herë të parë? Uniformën e kadetëve kom vesh me 6 shtator 1999, ndërsa uniformën blu e kom vesh me 1 nëntor 1999. Majore, çush ka qenë rrugtimi yt? Faleminderit. Atëherë unë jam major Lulieta Limani, jam drejtoresh për parandalimin dhe hetimin e dhunës në familje. Do me thonë njëjtë ashtu siç e përmendi edhe kolonelja, veç se unë nuk i përkas gjeneratës parë, po gjeneratës 11 policisë të Kosovës, po është do me thonë viti 2000 kur kemi fillu punën, tashmë jam bo 25 vjetë që e barti këtë uniformë shumë krenari dhe përgjithësi. Njëjtë sfidat kanë qenë të ndryshme, kanë qenë shtetë ndërtimi, fillimet e mas luftës, një profesion jo i njohur për neve, po them të drejtën unë pak më ndryshe se kolonelja, vllohim, ai ka qenë iniciator në ashta që adhone sot jam në polici, po edhe jemi të dy do me thonë në uniform, vllohu është kapiten, unë jam major, një të nditi kemi dërzu aplikacionin të dytë, po që në akademi kemi shku në gjenerata të ndryshme, ai në të 4-ën, unë në të 11-ën, 7 gjenerata mas ti, edhe kemi fillu rrugtimin, unë them ashtu e kum pas në shta një kratë të djatë, edhe gjatë rrugtimit, edhe në punë, po edhe në shpesha në situatat të
nështë që s'kemi ditë edhe mi u qasë, për shkak që ai një përvoj ma herët, e kemi diskutu, ja kemi dalë, po me të vërtet sfidat kanë qenë shumë të mëdhaja në krahasim me gjeneratat e reja tashmë që i bashkangjitën policisë të Kosovës. Përveç që kemi fillu si police, masanej ka qenë edhe rrugtimi në zhvillim të karrierës edhe gradat që i kemi sot, po me vullnet, me mund, ja del gjithmonë qëllimin aty ku dënë. Edhe sot, dhe me thonë, mas 25 viteve, une jam shumë krenare që akum zgjedh këtë profesion edhe vazhdoj me majt me krenari. Faleminderit. Thonë njëherë polec, gjithmonë polec. Po policia, dhe me thonë, ju i keni hi kësaj rrugë në një moment shumë kritik kur Kosova ka dalë prej një lufte. Po. Edhe ju si gra, çfarë sfidash keni pas konkretisht në këtë sektor të sigurisë që gjithmonë është perceptu si i dominum prej burrave? Politnat e ka jo njëherë gjithmonë policë, ne nuk e potencova që dhe babin e kum pas shtytsin kryesor, kur hezitova me apliku, babi ka qenë ai i cili më ka motivu dhe më ka inspiru, dhe nuk e harrojmë, pa thonë, po kur gjë nëse nuk mëson, nëse kyqesh në këtë sektor, do të mësojsh kultura të ndryshme dhe gjuhë, për shkak se do të kemi bashkësinë ndërkombëtare prezent dhe do të kesh mundësi ta kesh një diapazon ma gjon të jetës edhe ndoshta të ardhmës. Dhe më pa thonë, edhe nëse s'të pëlqen e lëshon. Dhe kjo nuk është në polici. Momentin që e vesh uniformën njëherë, në një mënyrë apo tjetër, dashurohesh ashtu thellësisht në uniformë, në profesion, në mision të cilin e ka uniforma, dhe është sinqerisht njëherë polic, gjithmonë polic, është problem me lëshu. Edhe ta them drejtën nuk më ka shku mendja asnjëherë me lëshu momentin që edhe kom dalë në teren me uniformën blu. Ndërsa sa i përket sfidave dhe vështirësive, t'jemi të sinqert, lapsi nuk i shkruan. Nuk kanë qenë të lehta, periudhat në të cilat kemi kalu, por sinqerisht them dhe çdo ditë e vërtetoj, gratë janë shumë të forta në karakter. Edhe kemi dëshmu, jo vetëm unë, por shumë nga koleget tona. Duke u nisur se kemi pas një regjim, çfarë kemi pas para luftës, fillimisht e ke pas atë frikën, andjenjë si do të perceptohet uniforma jonë tek qytetarët. Pastaj duke u nisur se s'kemi pas gra police, edhe ajo ka qenë pyetja e dytë. Një sfidë në veti, pra. Sfidë në veti. E treta, ko pas luftën më njerë 2 muj pas luftës jam bashkangjit në polici, ke pas bëj me njerëz traumatizum të imase, me njerëz pa dokumentacione, kur kemi ndalën na njerëz në kontrolla rutinore, neve s'kemi ditë dhe kone kemi ndalën, njerëz të shkatrum total, si ka aspektin ndoshta financiar, si ka aspekti infrastrukturor, si nga aspekti ndoshta edhe shpirtëror, e mos të flasë edhe njerëz me traumat ndryshme. Dhe nuk ka qenë e lehtë, por ka qenë një befasi shumë e madhe për neve, unë thëmë për vetën, edhe për gjeneratat pasuse normal, aq shmirje me mirë prit prej qytetarve, aq respekt kemi pasën, aq dashuri, ashtu me thonën, aq afërsi, nuk e kemi prit, unë personalisht nuk e kam prit, por e kanë mirë prit tepër, dhe e kemi pasën, tash më duhet mi bo një ndarje. Lehtësimet i kemi pas prej qytetarve dhe i kemi edhe sot dhe asaj dite. Neve i kemi qytetarë shumë të mirë, i kemi qashtë mirë kuptushëm, qashtë të afërt janë, qashtë bashkëpunus janë, e kemi pas lehtësi në atë aspekt. Ndërsa sfidat i kemi pas të mbrenshme, edhe mbesin të mbrenshme. A janë zbut pak? Sidomos për këto gjeneratat e reja, gratë e reja që dojnë me ju bashkangjit. Po, gjeneratat e reja e kanë shumë letë, për shkak se neve kemi trasu rrugën. Barën e kemi pas ne, barën e kemi, që thonë, ne kemi bartë ne. Nuk është problem, fatmirësisht që kemi qenë ne, edhe gjeneratat e reja janë shumë të pjekne, janë shumë
ngritura, por unë konsideroj se kemi qenë ne, ata të cilë kemi kalu në shumë sfida gjatë viteve 90-ta, dhe konsideroj se kemi qenë bukur të matën edhe të qasëm me qytetarëve pas luftës. Dhe tani është ma e thjesht situata për koleget tona, vajza, neve jemi afër tyne, i motivojmë, i inspirojmë, i përkrajmë, aspektet ligjore nuk kanë ndryshime, neve kemi kalu fazë mas fazë, fillimisht me ndërkombëtar, pastaj taman kemi tentu me marrë vetën, kanë qenë trazirat e Marsit që kanë rikthy edhe njëherë rolin e ndërkombëtarve, kanë theksu fatkeqësisht, e kanë marrë prap një primat ata, pastaj faza tranzicionit, faza pavarësisë dhe kështu me radhë, do të çdo fazë e shtetëndërtimit ka qenë në sfidë në veti, por edhe për sektorin e sigurisë dhe për neve. Por kryesisht i kemi te i kalu shumë mirë dhe pavarësisht sfidave, them ato si përshkruan lapsin në për çka kemi kalu, por neve i kemi te i kalu me shumë vullnet, ashtu të them. Majore, kime? Njëjtë, do me thonë sfidat për shkak që na ju qasëm një institucioni që deri atëherë ishte i dominuar vetëm nga burrat, edhe me të vërtet me pa një femën në rrugë, në uniformë, kryerje detyrave, ka qenë risi edhe për vetë popullin, nuk ishin mësu me pa femën në uniformë, përveç vështirësive, profesion i ri, qasje ndaj qytetarëve, po qyshe përmeni edhe kolonelja, një falenderim shumë i madh shkon për gjithë qytetarët që na kanë mirëprit tepër mirë, nështë edhe merit ku jemi na sot është edhe vetë përkraja qytetarëve, përveç pjesës jashtme përmendje kolonelja na kena pas sfidat edhe të brendshme, për shembull çdosh mi kyll stereotipet që edhe femnat mundën me qenë pozita udhëhecse, mundën me qenë pozita vendimarrëse me udhëheq operacione të ndryshme që ja kemi dalë dhe i kemi sot pozitat, i kemi dëshmu, do me thonë gradualisht gjatë rrugtimit tonë. Po ka qenë e vështirë, se kemi qenë të parat, kemi qenë ju kemi nënshtru proceseve të gradimeve, pozitave vendimarrëse, pozitave udhëhecse, që tash gjeneratat e reja do me thonë kanë model neve dhe për gjithë shka jemi aty për mi mbështet, normal për mi trajnu edhe mi pozicionu në pozita tona se na gjithëherë nuk do të rrim këto ku jem, dhe trajnimet edhe gjithë shka qasjen do ta kenë shumë atlet për shkak se na ka neve si udhërëfyse për t'i pri për para. Po, qysh ka qenë mbështetja familjare, komunitare gjatë këtij rrugtimi? A ju kanë mbështet familja? A ju kanë mirë kuptu? Po, unë e them ndoshta forcën kryesore kum pas prej familjes. Thash ma herët, si profesion është i vështirë edhe për meshkuj, mos flas për femra, mos flas për një komunitet që thash ma herët nuk ka pasë ndoshta ma herët përvoj me gra police që t'i udhëheqin apo dhe të shërbejnë në kuadër tyre. Por sinqerisht familja unë e konsideroj shtylla kryesore. Unë ta them drejtën në kuadër të policisë edhe deri më sot kom qenë pothuajse e vetme gjithmonë majorja ka pas fatin e ka pas vllau, të në kuadër të policisë unë kom qenë e vetme as familjar, as njerëz ndoshta që kanë pas mundësi më përkra, as ka aspekti politik, as ka aspekti ndoshta i krajit luftës, as ndoshta familjar mrena institucionit totale vetme, por forcën që ku marr nga babi, vllazërit, nana, motra, do thotë është mbi gjitha, do thotë kur e ki qetësinë, stabilitetin në familje dhe e ki përkrajen, edhe për shembull mjafton një fjalë, për shembull kur nisesh e din prindët e mi në çfarë situata nisem në veri, për shembull, apo në Mitrovic me vitet tona që na kanë preokupu dhe na kanë ngarku, jemi rrethu me ato probleme, me ato sfida. Edhe vazhdojmë, po mjafton është shumë e rëndësishme kur për shembull babi ose nana thonë pa dert, pa vezbes, pa problem kimi kry, se e dim që mjafton një fjalë, kanë besu në ty. Kanë besu, mjafton besimi, por edhe kur ajo ta japin me një mesazh, ata përqojnë shumë mesazhe, edhe mjafton kur ti e din që i ki krap. Edhe ka ndodhur për shembull, i thonë, është e mundshme mi pasën disa javën e shumë të vështira para vetes, edhe nuk është se e kanë nënkuptu ata çka po du mi paralajm. Edhe më ka thonë përderisa ti din që e ke kry punën drejt dhe që thonë pa kur farë prapavije,
as pak mos u brengos. Tash neve normal që ti gjithmonë pret, ndoshta jo se neve e bojmë punën, po ka njerë edhe të nxenë ashtu puna, se situata është e tillë, profesioni është i tillë që ka njerë sa mundosh me punu mirë, ndoshta edhe ekipa soja. Vendi i punës është shumë senzitiv. Vendi i punës është shumë senzitiv. Vet institucioni, vet profesioni është i ndihshëm, por mande Mitrovica i ka konteksti i Mitrovicës është i ka ato sfidat e veta që ka njerë nuk është se ndoshta ti e din se ti ke vepru mirë, po prap nuk e din çush është perceptu dikon tjetër, apo a ka ndonjë pasojë. Majore? Njëjtë, pa mbështetjen e familjes, jo veç na që s'do të ishim këtu, po mendoj që kërkush nuk kishte me pas suksese nëse nuk i ke familjen mbështetësin kryesor që të shtyn për gjithçka përpara. Këtu e pas sidomos parasysh profesioni jonë që është pa orar, është pa vikende, është pa pushime, ndoshta kur gjithçka ke planifiku ditën e fundit, vjen një njoftim që te kthehesh pikën 0 dhe dush më shku në shtëpi dhe mi thon kërkoj ndjes, po na smuj me realizu këto ose ato, me të vërtetë është sfiduese. Përkraja familjes është roli kyç. Unë kum përmen edhe në takime tjera, përmendi sot edhe këto, unë jetoj në Ferizaj, po që unë as nuk jam e Ferizajt, as burri nuk e kam Ferizaj. Do me thonë, për shkak të transfereve që ndodhi në polici, ko pas kohe, për nevoja operacionale, do me thonë ku ka nevoj, normal që nuk i kemi vendin e përhershëm, edhe puna, do me thonë që udhtimi, fëmia e bojnë vetën edhe mosh dash mosh vendos, do me thonë pa pik problemi, pa kur gjë me jetu në Ferizaj, për shkak mi pas fëmijën afër, familjen afër, edhe me mukonën, do me thonë kur i vyn te atyne, jo që nashta na mujna mukon 100%, bomi shumë real, se unë e di që printe me i kom pas dorë djatë për gjithë shka që jam deri këto, masane edhe bashkëshorti që nuk mu ka ndo as një herë që me të vërtetë është shumë sfiduse, sidomos fëmija, shkolla, puna, trekëndshi, ndërlidhja është shumë sfiduse, po edhe kolegë kam pas mirë kuptim, tash adin edhe përkraja kolegiali, këto dyja du të me qenë të përbashkëta, se edhe pa përkrajen kolegiali t'japet edhe me mbështetjen familjare, sa ata nuk janë këtë që ty të mbështesi në punë, do me thonë kur këto gërshetohen edhe bohen bashkë, atër edhe suksesin e ki mbrapa. E përmeni kolonelja, unë pjesën e veriut më ka ra me shku ko pas ko atje, jo si kolonelja që ka qenë për çdo ditë, po une kur jom nis për veri, edhe nëse diçka kum pas mangut, edhe nëse diçka mu ka vyt, e kum tir kolonelen që kum pas gjithmonë aty. Me çfarë do kërkese ka njerë edhe i thësha e di se ti bolle ki ngarkesën, më fal që edhe unë po të ngarkoj, të ke tamam shpuna ose mos e diskuto këto. Me thonë e kum pas po thom që familjen e dytë na e kena kolegë me gruja për grunë. Absolut, gruja për gru, po na mas shtëpi, do me thonë kur i lojmë antarët e familjes, kolegën e ki personin ma tafër që e ki se je gjithkon me to bashk, edhe familja jonë e dytë të mosdëshmëresht që është edhe institucioni ku punojmë, se lidhja e bën të vetën. Kolonele, çu e kishit përshkryt një ditë të juj të punës, prej përgjegjësive, prej niveleve të vendimarrjes, prej vendimeve që i merrni për komunitetin, për policin, po edhe tu e përshkrujt një ditë të juj si gru. Në policia gjë rutin nuk është. Pavarësisht që ndoshta të vesh uniformën edhe nisësh në punë, do thotë me planifikim, me majt briefingun e mëngjesit, takimin e mëngjesit, do thotë takimet tjera që i kitë para, projektet, iniciativat rreth projekteve, gjitha, ndoshta pa më rri mirë në zyre të gjitha dështojnë. Dhe del një situatë, del një rast, do të që ndoshta ato në dita që kanë teren, mandej, jo se unë merrem ndoshta me tim, me vend qim, apo diçka, por përgjegjësia është e tillë, do të thotë se do të ndoshta me vizitu lokacionin, me marrë vendime, ndoshta mu koordinu me institucione tjera, varësisht prej rasteve, sa tronda janë, do të thotë cilat kryesisht ma tepër edhe merremi me raste tronda në atë pjesë. Por realisht nis me briefing të mëngjesit, me shkresa, do të thotë mu koordinu, mu aranzhu aktivitete tjera, takime, iniciativa edhe me organizata tjera, për shkak se neve gjithmonë tentojmë me qenë afër komunitetit. Përveç takimeve zyrtare që i kemi ndërinstitucionale, neve gjithmonë tentojmë me dalë edhe jashtë këtij boksit policor që kemi edhe të parapar me strategji
të policisë në bashkësi do të që t'jemi sa më afër qytetarëve. Të njerëzit. Tek njerëzit. Dhe vendimarrja do të thotë nuk është e lehtë për shkak se puna është e tillë, do të thotë dhe kemi të bëjmë ta marrim një vendim ad hoc aty për aty varësisht prej rrethonave. Dhe ajo vendimarrje jotja mundet me qenë, domethënë në një mënyrë apo tjetër je përgjegjës, për shembull në rajonin e Mitrovisës janë afër 200.000 banor. Ti je përgjegjës për 200.000 banor. Për sigurinë e 200.000 banorëve. Besom telefonin, unë po flas tash që thojnë pa dorza, telefonin çdo ditë e bëj update me notes. Hajde sot të marrë këtë iniciativë, hajde nesër të kujdesna për këtë, hajde unë e shoh ndoshta një lajm në portale apo në media ku dikun ndoshta në botë ka ndodhur një situatë, pse neve mos mi marr masat paraprakisht, edhe neve nuk jemi imun, edhe neve mund ta kemi këtë situatë në tarmën. Do të thotë gjithçka sillet edhe e ke ngarkesë, edhe e ke mision, edhe e ke obligim, edhe moral edhe profesional, do të që t'jesh sa më afër qytetarëve me masa sigurie se je përgjegjës për atë siguritë atyre qytetarëve. Dhe nuk është e lehtë, do të thotë pavarësisht në çfarë situata kalon një vendimarrje, po them se mund të ketë pasoja tek qytetarët apo tek varësit e tu. Kjo në aspektin profesional. Në aspektin gjinor, nëse flas si grua, do të thotë jo se neve jemi ndoshta prirura që ndoshta të bëjmë ndonjë gjest pahishëm, por gjithmonë bjen sy më tepër si gru në një formë se sa ndoshta si mashkull. Edhe gjithmonë e ke atë ndjenjen e përgjegjësisë 2 fesh, 3 fesh, do të thotë përveç si profesionist, po mandej edhe si obligim gjinor në mënyrë që t'jesh edhe më e kujdesshme se sa meshkujt. Po them jo se neve ndoshta nëse s'kishim qenë kujdesshme kishim bën ai gabim. Jemi njerëz, bëjnë gabim edhe meshkujt edhe femrat, por në këtë rast uniforma vetë është e ndihshme, plus qenit gru do të thotë është edhe vajzë, grua do të thotë është edhe një përgjegjësi shtesë. Po a vjen kjo që gratë janë më të mira se burrat sektorin e sigurisë, me qenë se janë më të kujdesshme edhe më të përgjegjshme? Inteligjenca jonë emocionale, të cilën tani po thirremi në këto terme, dhe inteligjenca jonë sociale, është ajo që ndoshta e ka dëshmu se neve e kuptojmë energjinë e komunitetit pak ma thellësisht. Kemi do kreativitetet të cilat sinqerisht pas një kohë e vrenë se kemi qenë në një mënyrë apo tjetër sakta dhe në një mënyrë parashikimet i kemi pasën bukur qëllume dhe unë e flas me situatat në veri bukur në shumë raste i kum parandje ende pa ndodhur dhe i kemi marrë masat paraprakisht dhe kanë ndiku edhe ato masat do të thotë edhe në sigurinë e kolegëve tonë, edhe në sigurinë e qytetarëve dhe gjitha. Edhe mandej normal e kemi edhe një përgjegjësi aktivitetet me kolege femra, do të thotë pavarësisht kohës të cilën e kemi bukur të ngarkuar gjithmonë, e ndjen obligim edhe moral përveç gjinor dhe profesional, por edhe moral. Posaçërisht pastaj edhe pozita dhe grada ta imponon në një mënyrë apo tjetër që t'jesh udhërëfyse, si që tha edhe majorja, do të thotë për kolegjet tona vajza, edhe do të thotë para disa ditëve ku mbajt një takim, do të thotë për disa iniciativa, para 2 netëve kemi pas një mbrëmje për fund vit, do të thotë gjithmonë e ndjen obligim që t'jesh edhe krahas atyre pavarësisht obligimeve dhe ngarkesave të cilat i kemi çdo ditë. Por e kemi tentojmë ta ndajmë një kohë përveç komunitetit të gjitha shtresave, do të thotë edhe për kolegjet tona gra dhe vajza. Kur jemi te kjo majore, qysh mendoni se ndikon angazhimi profesional në sektorin e sigurisë të gratë, qoftë në rrafshin e ngritjes profesionale, po qoftë edhe në jetën personale? Them të drejtën, do të thonë institucionet e sigurisë, absolut, po tash po themi me theks veçantë për shkak që jemi në polici, ti si përfaq disa karaktere që ndoshta edhe ti befasohesh me veten, me kalimin e kohës që të forcon karshi vendimeve të ndryshme,
të sipërfaqesh diçka që nuk e ke ditë deri tash, ndoshta që i kiq ato aftësi, përveç që të jep fuqi në vendimarrje, me thonë të përgatit për sfida të ndryshme, të fuqizon në karakter, me thonë një karakter të fortë, sfidues dhe të ngrit profesionalisht. Unë e menoj që në polici, do me thonë, të jëm forcu sidomos për shkak që jemi pjesë të ndryshme edhe në zbatimet ligjit, edhe në hartim të procedurave të ndryshme, në vlerësime operacionale, madje edhe në hartime të planeve operative, deri te udhëheqja tyre, që jo të gjitha femrat e kanë këtë mundësi, po sidomos ato që nuk punojnë në sektorin e sigurisë, këtë pjesë asnjëherë nuk i sipërfaqet në vendet e veta të punës. Është një hapësirë ku ti shumë shpesh mundesh edhe me ndru role. Je në situatën ku bashkë ndjen, je në situatën ku ngrit diçka dhe në situatën ku ti vendos në stadet më të larta, me thonë hapat cilët me mri deri aty. A ekziston një perspektivë gjinore brenda sektorit sigurisë? Sigurisht kur keni fillu kolonele nuk ka ekzistu perspektiva gjinore, me qenë se s'ka pas policie vendore gra. Po, qysh ndikojnë gratë në sigurin e komunitetit? Besoj që jeni shumë kompetente me na tregu në kontekst Mitrovicës, ku ka shumë një diverzitet të komuniteteve, qysh ndikon përfshimja e grus në sigurit komunitetit? Qysh perceptohet prej komunitetit? Po, unë e them gjithmonë se ndoshta neve kemi një qasje pak ma tjetër se sa meshkujt. Neve gjithmonë, jo se kolegët tonë meshkuj nuk e përdorin logjikën, jo, në asnjë moment do të nuk e mendoja ato, nuk e aludoja, por në një mënyrë apo tjetra kolegët meshkuj e kanë një vetbesim se janë edhe fizikisht përgatitën, dhe edhe nëse ballafaqohen me një situatë të vështirë, ata në gjendje me menaxhu edhe në aspektin fizik, ndërsa neve, jo ndoshta se e kemi analizuar se nuk do t'jemi ndoshta se kemi nëj kolege të cilat janë përgatitura fizikisht, do të thotë edhe në arte marciale dhe në gjitha, do të thotë, por neve nga natyra e kemi një qasje më të butë. Dhe kemi ndoshta, unë them komunikimi, mënyra e komunikimit tonë, qasja jonë, do të thotë, afërsia jonë, ndoshta një soft diplomasi që e kemi ne, është ajo që ka ndiku mjaft shumë, unë flas për Mitrovicë, ka ndiku mjaft shumë edhe në bashkëpunimin, edhe në ndikimin e ngritjen e imazhit edhe besimit të qytetarëve në institucionet e sigurisë, këtë rast në Policinë e Kosovës, Drejtorinë Rajonale Mitrovicë. Rajoni Mitrovicës si rajoni më kompleks, do të thotë, më senzitiv, më i ngarkuar me problematik në gjitha aspektet, si nga aspekti social, si nga aspekti ekonomik, si nga aspekti politik, si nga aspekti sigurisë. Në të gjitha domenet, do të thotë, është i kompleksuar dhe është i brisht. Ka rezultuar se në të gjitha ulumtimet kredibile kemi rezultuar regioni më i besueshëm Kosovë, me besueshmërinë më të lartë të qytetarëve në kuadër të policëve, do të thotë ndaj policëve të rajonit Mitrovicës. Ndoshta vizioni im dhe taktika, kreativiteti, do të thotë shkallësitë analitike që i koni kum shfrytzu ndaj shtresave të rajonit Mitrovicës, dhe qasja, do të thotë, edhe përgjegjësia dhe përgjegja në ato raste, në ato rrethana, do të thotë, ka ndiku, konsideroj që të ngritet shumë besimi, dhe për mu më bot 8 vite të cilat jam drejtor rajonal në Mitrovicë, para qenë drejtor rajonal, kam qenë zavendës drejtor për hetime, shof operative, do të thotë 21 vjet unë i kom përvojë në teren operativ. Dhe as do me thonë deri më sot, as më të voglën vrejtje as nga qytetarët, as nga varësit, por as nga eprorët e mi nuk e kom. Dhe kjo besom të konsumon. Nuk është e thjesht ka po flas. Duket e thjesht, po të konsumon shumë, të merr energji shumë, të merr kohë shumë. Mos të flas atë merr edhe shëndet, por kanë rezultuar statistikat, neve dimi se jemi shpallë, do të thotë vendi i parë në Evropë më i sigurt nga aspekti i punës dhe rendit publik dhe vendi i tretë në botë, do të thotë sipas hulumtimit të Gallupit. Dhe kjo është një punë e jashtëzakonshme ditën natën,
e secilit zyrtar policor në teren, e secilit zyrtare policore dhe secilit atyre të cilët qëndrojnë prapa vendimeve, prapa iniciativa, prapa do të thotë marrëveshjeve, strategjive, planeve zhvillimore, të gjitha kanë rol shumë të rëndësishëm. Vetëm mos mbetëm bash të ndërlidhna me majorin Luljetën kur tha e fuqizon karakterin sektori i sigurisë, them ndoshta siç e potencute dhe jo ndoshta kishte qenë mirë spaku se cila vajzë disa javë të ketë në fushën e sektorit sigurisë. Aq shumë të shpërfaq do të karakterin luftarak që e ki, aq shumë do të sprovon, aq shumë të sfidon, sa ti e shes sa fuqi ka një grua, sa fuqi ka një femër që të ballafaqohet me çfarë do lloj situate. Mos flasim edhe prej më të ndihshmeve të cilat edhe i kemi pas edhe i kemi menaxhu dhe jemi ballafaquar, i kemi menaxhu në mënyrën më të mirë të mundshme. Majore, ju e drejtoni zyrën për parandalimin e dhunës në familje. A e merrni punën e juaj shumë personalisht, duke di që për një me luftoni për sigurinë e grave, mrena familjes? Thonë të drejtën, unë gjithmonë e përmeni që unë jam rrit me një familje pa dallim. Do me thonë, djalë, vajzë nuk kemi pas asnjëherë dallim, edhe sot nuk kemi dallim. Do me thonë, ne jemi trajtu gjithmonë njëjtë prej prindërve, prej rrethit, edhe unë kështu kum vazhdu të njëjtën. Do me thonë, nuk kam dëshirë me pas ndarje, po mi trajtu të gjithë njerëzit e njëjtë. Aq më pak që tash e kam edhe mision, do me thonë direkt me këtë punë, gratë kontribojnë shumë në fushën, sidomos në parandalimin e dhunës, raportimin e dhunës me baza gjinore, tu fillu prej, me thonë, fushatave parandaluese, reagimit dhe trajtimit profesional dhe me integritet të secilit rast. Do me thonë, mundohemi që aton kohën, mundohem që përveç ligjeve, përveç udhëzimeve dhe që çdo ditë i kam baza ditore me rishiku mos diçka ka dalë e re dhe na do të më adaptua dhe me marr në të mirë të komunitetit, në të mirë të viktimave, në të mirë të sigurisë që ata ndijnë veten të lirë, të raportojnë raste, ti krijojmë kushte, do me thonë, po njëjtën kohë kujdesem edhe ti profilizojmë edhe ti profesionalizojmë edhe vetë zyrtarët tonë brenda, me thonë që qysh me trajtu një viktim dhe qysh me një vetën ajo të sigurt edhe do me thonë të lirë kur vjen me raportu rastin. To e pas parasysh se këto janë raste shumë të ndihshme, edhe kur dalëm në anë të viktimës është pak e rëndë me tregu ti për antarët e ngushtë të familjes, do me thonë dhuna, zakonisht dhuna në familje është më e përhapur në Kosovë nëse folëm në dhunë në baza gjinore, edhe është sfiduese edhe për institucionin, po edhe për vetë viktimat. Dhe për këtë arsye unë mendoj që do me thonë fuqizimi i grave në sektorin e sigurisë, sidomos avancimi tyre në këto pozita dhe politik bërja deri tani institucionale, ka bos që na jemi një hap shumë të lartë, edhe po them që na kur kemi takime edhe me ndërkombëtar, po edhe të jashtë vendit kur shkojmë me krenarit plot i themi të arriturat që kemi arrit si institucion mi bo, dhe të gjithë Eduard Trokasin, do me thonë në këtë përparimin që kemi bo. Nas fundmi kemi fillu si mas parandaluese edhe monitorimin elektronik të urdhrave mbrojtës të vetë viktimave, do me thonë që është një stat tjetër i ofrimit të sigurisë dhe e shet që viktimat faktikisht tash ka nis edhe një qasje tjetër dhe një besim institucional shumë më të madh me pasën karshi, do me thonë, trajtimit rasteve tyne. Unë me modesti pe them që policia e Kosovës në muj me thonë që është për institucioneve kyçe që më me seriozitetin më të madh i trajton rastet edhe me hapësirën e duhur, gjithmonë të e pas viktimën në qendër. Kolonele, si mund të kontribojnë gratë në siguri edhe si mund të ndikojnë në uljen e dhunës në bazë gjinore, duke u fokusu në komunikimin e sigurisë së komunitetit prej perspektivës gjinore. Do me thonë, qysh ndikojnë policet të gratë për me ngritë sigurinë e tyne? Të them, t'jem e sinqert, policia e Kosovës, si që tha edhe majorja Luljeta, bukur mirë kemi avansu neve, duke fillu nga struktura organizative,
dhe mandej duke ushtrim, mandej me trajnime, me zhvillim profesional, me projekte, me fushata, me aktivitete tek publiku. Fillimisht në lejo ta sqaroj se në çdo njësi të hetimeve në kuadër të drejtorisë rajonale, nivelit qendror dhe stacioneve kemi, hetuese vajza, gratë, të cilat në çdo rast të rasteve raportimit të dhunës në baza gjinore janë prezent dhe ato janë ato në një mënyrë apo tjetër mbështetja e parë, qasja e parë, besimi i parë i viktimave dhe ankuseve. Përveç strukturës organizative të cilën e kemi bukur mirë të kompletuar, nga aspekti gjinor, trajnimet i kemi mjaft avancuara, kemi trajnime bazike, të specializuara, të avancuara, duke u shoqëruar të gjitha këto trajnime në bashkëpunim interinstitucional me organizata të ndryshme ndërkombëtare dhe me institucionet vendore, në këtë rast me prokurori, gjykata, mbrojtës viktimave, qendra për punë sociale, strehimore, me mekanizma të mbrojtës të dhunës në familje, gjitha mekanizma komunal të cilët janë të gjitha këto shoqërohen, përveç trajnimeve shoqërohen punëtori, tryeza, trumbullakta, konferenca, kështu me radhë. Neve tentojmë me fushata policore prej nivelit qendror, por në shumë të rasteve edhe me iniciativa tona rajonale, të jemi në çdo zonë, duke i prekur zonat më të thella rurale deri tek ato urbane. Jemi prezent. Personalisht shkoj vetë kom takime me organizata jo qeveritare, bukur mirë kanë informacione për cilat zona jemi ma domosdoshme. Po kjo është strategji dhe politikë shumë pozitive e menaxhmentit policor, këtë rast prej drejtorëve paraprak përgjithshëm, po dhe tek drejtori aktuali i cili është ekstrem i përkushtuar në policinë në bashkësi, në zbatimin e strategjisë policisë në bashkësi dhe në kryesisht në luftën kundër dhunës në baza gjinore, për shkak se me faktin se ka caktuar majorën Luljetën drejtoresh të drejtorisë, e ka ditë se vajzat dhe gratë do ta kenë një adresë, jo se nuk kanë besim te kolegët meshkuj, po shumë ma lehtë do ta kenë besimin, ndoshta edhe atë qasjen, atë lehtësimin, atë raportimin e problemeve tek një grua, tek një vajzë. Njëjtë e kam edhe unë në rajonin tim, shumë ma lehtë. Unë pranoj telefonata, informata prej aplikacioneve të ndryshme. Ditë natën e din se e kanë derën qelë tek unë dhe tek koleget e mia gjithsesi, dhe jemi adres ashtu po 24/7. 24 në 24 jemi të qashme edhe të përgjegjshme, jo vetëm të qashme, edhe të përgjegjshme, dhe kemi pas raste që kemi parandalu raste të ronda, po kjo krejt falë besimit dhe punës që tentojmë ta bëjmë, kur mjaft nuk është, por sinqerisht mundohemi që t'jemi 24 afër qytetarëve. Nëse më lejohet vetëm me plotësu, domethënë kolonelën, me shtu se ju me plotësu se i ka gjithë, po na si drejtori domethënë e përgjithshme për shkak të çakime dhe media tona, ko pas kohe lansoj mesazheve disuese në domethënë faqen tonë zyrtare të policisë dhe në rrjetet sociale që i ka policia, gjithmonë tu kujdes që edhe numrat janë prezente aty ku raporton rastet, si raporton, edhe na kemi edhe linjën e veçantë 0800 999, që është me të vërtetë konfidenciale dhe nuk zbulohet kushtir në numër, do me thonë anonim, jetë anonim as nuk gjurmohet, si edhe kjo është shumë do me thonë se edhe për vetë qytetarët për me raportu një rast, për deri sa thujnë ka njerë që po valla, po unë nuk pëdu masa nej mu ballafaqu me gjykata, me këto si dëshmitarë, është okej, e përdorin që edhe aj numër tash përdoret edhe një numër kontaktojnë edhe japin informata në atë numër, po sidomos dite përcaktuar me shqipërmeni edhe ma herët kolonelja, do me thonë bojmë edhe fushata për tej pritshmërive nashta dhe tona dhe përdorëm edhe ekranet madje të qyteteve me fushata sensibilizuese ku kolonelja gjatë 16 ditëve të aktivizmit në gjitha komunat në Mitrovicën, do me thonë në jugut, po dhe në gjitha komunat tjera anë ma në vendit, ju në shfaq ko pasko edhe në qendra tregtare, do me thonë si mesazh, si vedisim, si stop dhunës, edhe nuk ka tash janë të gjitha, do me thonë mekanizmat që funksionojnë dhe të drejtat e tyne, po nikosisht na kemi ngrit edhe dhomat mike në të
gjitha pothuajse stacionet policore ku janë dhoma të veçanta ku trajtohen viktimat dhe me fëmijë për shkak që shumicën e rasteve kanë edhe fëmijën prezent ose me vete, dhe ato dhoma domethënë jemi kujdesshëm gjithçka me bo që mu rrit kjo, dhe normal që kur femnat i qasën këtyne rasteve, besoni që profesionalizmi është në nivel tjetër për shkak që secilit rast edhe i bot niveli i rrezikshmërisë dhe pa emocione, pa paragjykime, se viktima mas pakti në këtë moment ka nevojë me paragjyku. Dhe femnat police janë tashmë në atë stad të profesionalizmit, jo vetëm policet femna, të gjithë zyrtarët policor pa dallim, po kur femna i qaset një femrës, është gjithçka më e lehtë. Kolonele, për me përmbyll këtë diskutim shumë të lezetshëm, pse gratë edhe vajzat e reja duhet me konsideru angazhimin profesional edhe ngritjen profesionale në sektorin e sigurisë, në këtë rast në polici, edhe qoftë për me ngrit profesionalisht në karrierë, po qoftë edhe me i shërby vendit. Unë e kom parë në vetën time, dhe thëtë se më ka fuqizu shumë në karakter. Dhe thëmë, nëse unë mundëm, do të mundet se cila. Nëse unë jam e sukseshme, do të mundet se cila që të tjetë e sukseshme. Motoja ime personale, dhe thëtë të cilën në atë aspektin e kum mendu dhe kum e shprej, është prej përvojës, është vullnet dhe guxim. Fillimisht do të kanë vullnet, që t'i bashkangjitën sektorit sigurisë, për shkak se dush me dasht këtë profesion, dush me dashtën, është një profesion i shenjtë, është një mision i shenjtë. Besom nuk është veç profesion. Amerikanët e thojnë it's a calling, është një thirrje. Është 24 në 24 ti ndjen veten që je afër qytetarit. Besom ndjehesh e plotësume aq shumë kur e din se ti je në shërbim të qytetarëve. Dhe do thotë është një vullnet, por mandej është një guxim. Dhe unë kam edhe një moto tjetër që ne kam lead by heart. Gjithçka do të me dashtën për me konën e suksesshme, dhe të thash do të me dasht profesion, po do të me dasht edhe vendin. Kur të don vendin, edhe besoj që e kini ndjen atë detare që çdo ditë ma tepër do t'jetë t'jep përgjegjësi shtesë dhe momentin që e ki uniformën veshën, ta jep edhe mundësinë që të kontribuosh, ta jep mundësinë për me kontribu. E kini ndjen, e kini dashurinë ndaj këtij vendi, por edhe e ki mundësinë momentin që e ki uniformën, e ki edhe mundësinë që të kontribuosh mjaft shumë për sigurinë. Siguria është mbi gjitha, pa siguri nuk do të ketë, do të thotë as dikastër ekonomik të suksesshëm, as sportiv, as kulturor, as do të thotë social, nëse nuk e ke sigurinë e vendit në nivel, do të thotë fusha tjera do të jenë më të zbehta. Dhe ndihesh e plotësuar kur ke mundësi me kontribuar shumë për vendin. Çdo profesion është i shenjtë, por konsideroj se uniforma është diçka e veçantë. Majore, çka ju kështë thonë vajzave të reja që jam mësyn kësaj rruge? Gratë në vendimarrje gjithmonë sillin perspektiva të reja. Me thonë gjithmonë jemi në hap, përmeni edhe kolonelja, që jemi në menaxhim gjithë përfshirëse, do me thonë në ndër institucional, gjithmonë lypëm ma shumë se ajo që e kemi, gjithmonë dojmë diçka për me arrit më mirë, gjithmonë unë për veti, nëse shoh diçka mundona me adaptu, me bo modele dhe me pru në institucionin tonë, pse jo, pse mos me përfitu. Me thonë në vendimarrja grave rritë edhe cilësinë e vendimeve, me thonë rritë edhe transparencën, po edhe largon paragjykimet. Këto janë mendimet mia personale, po që unë i bëj në çdo ditë gjatë vendimarrjeve të mia. Me thonë mundona me vendos vetë, me gjaktësi, po pa u ndiku nga të tjerët. Me thonë që gjithmonë vendimet edhe gratë në vendimarrje gjithmonë deri tash kanë tregu cilësi dhe kualitet dhe profesionalizëm. Kështu që unë kisha thonë që kjo nuk do të më pa vetë si karrierë, po si një mundësi. Dhe unë si një mundësi për me vazhdu tutje. Mesazhi jem është që sektori i sigurisë ka nevojë për guxim, dije edhe për kushtimin.
Do me thonë kaq është, kaq vym për mju bashkangjitë forcave të policisë. Me thonë dije, guxim edhe për kushtim, edhe suksesi është i pashmangshëm. Edhe nëse më lejohet, e maj një thanje në zyre, kom një, ashtu që thojnë inspirational wall, kom një pjesë të zyrës e kom me disa thanje, kryesisht të cilat më identifikojnë mu, karakterin tem dhe profesionin. Aty e gjejnë ato thanje vetën. Dhe një prej thanjeve të cilën e majtë parën dhe përballë çdo herë kam remember why you started. Edhe do të thotë gjithmonë jo pse neve harrojmë, po është e mirë kur ja kujtojmë vetes për çka kemi nis këtë rrugtim. Do të thotë që t'jemi gjithmonë afër shoqërisë, afër njëri tjetrit dhe afër këtij vendi me aq mund sa kemi mundësi. Për fond veç drejtori i përgjithshëm tash është aktual i ka rastis me qenë drejtori rajonal ndër vite që kemi punu bashkë në Ferizaj. Dhe në sallën e takimeve ku kemi majtë, do me thonë çdo mëngjes takimin, e kemi pas marrë një foto me gisht të drejtuar dhe çka ke bërë sot ti për vendin tënd. Me thonë kjo ka qenë moto që çdo mëngjes e kemi pa dhe ka qenë shtys përpara. Dhe sot ja ku jemi, do me thonë në suksese. Kolonele, majore, ishte kënaqësi me ju pas në studio. Faleminderit shumë. Faleminderit juve për ftesën, mundësinë, kohën, edhe për ne ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Faleminderit.